kam dhe një mik special, po themi, që është në Varshavë sot, Xhevdet Zeka, kush nuk e njeh Xhevdet Zekan, por unë jam i privilegjuar që ta kem mik dhe bashkëpunëtor të emisionit. Xhoda, të përshëndes. Përshëndetje dhe unë jam i privilegjuar që kam një mik edhe ish komshi si ty. Është kënaqësi e veçantë që në studio takoj edhe dy profesionistë të vërtet, dy djem për mua të dy janë blet punëtore, qoftë Bledi, qoftë Iliri, Bledi me një kontribut të jashtëzakonshëm, por Iliri është me libra, me punë, po kaq me vlerë. Dhe hyrja jote është më shumë se profesioniste, dhe jo është optimist, por jo nëse pasi të eliminojmë Polonin, vazhdojmë më tej. Të falenderoj shumë për gatishmërinë, Xhoda. Ti tani ku je duke shkuar? Unë jam fiks në Varshavë duke shkuar te hoteli kombëtarës. Tani e përshëndesim dhe atë mikun tënd aty mbrapa se ai del në ekran aty. Del polak është ai. Polak? Është shumë pak me Shqipërinë, është shumë me Polonin. Jo, e përshëndesim ata. Hi brother. Pozdravljenja maçë. Ja, është ky nipi im thua Françiko. Përshëndetje. Tani i thoj atij polak ta nisim me atë një, sa del ndeshja sot? Darek, pytają ciebie, ile będzie mecz dzisiaj? Mecz będzie wyrównany, ale Polska powinna wygrać, nie? Ndeshja është pak a shumë barazim, po shpresoj se do fitoj Polonia. Penaltit si dalin ore pa barazim e dimneve. Po idzie na karne, mówi, jest na pewno, ale na karne jak wygra. Nie, na karnej nie może być, nie może być. Nuk ka shans të ver loja në penalti sot. U mungon portieri, kështu që me penalti ne fitojmë, se Okej, tani Xhoda, te ty tani, si është atmosfera aty? Na fut pak në atmosferën e ndeshjes. Do ta ndajmë në dy pjesë. Atmosfera shqiptar kanë ardhur, shoh pash edhe kështu nga pamjet që dhanë televizonet polak, mund të ketë më shumë se 3.000 shqiptar. 3.000 shqiptar. Janë çik më të kontrolluar, më të mobilizuar, më të organizuar se sa në Gjermani, sepse Gjermani ishin 100 vet, ajo kaq sa janë këtu. Ka një seriozitet dhe një vlerësim maksimal pozitiv nga gjithë media politike. Po? Pra, shprehen jo frikë, por thonë që është një skuadër shumë e mirë, një skuadër nga ana e lojtarëve me një lojtar shumë të mirë, e vlerësojnë skuadrën për ndeshjen që ka bërë, për kundërshtar që ka mundur. Kuptohet që ata për ata thonë se Muçi do luaj, e vlerësojnë Muçin si një... Ja, prit, do vim të informacioni, po mbaro këtë atmosferës një, se Muçi do luaj nuk është... Edhe trajneri dhe media, po unë po t'jepja vlerësimin e atyre, jo toni. Edhe media dhe gjithë opinioni polak janë të barazimi dhe natyrisht që si çdo vend meriton. Ja, është normale thonë që do fitojmë, po nuk e kanë me aq siguri dhe me aq besim me atë fitore. Ne kanë me shumë frikë, na kanë respekt dhe pak frikë na kanë. Dhe kjo tregon që koeficienti apo edhe neve, edhe mua është nga ka bindur. Natyrisht edhe kombëtarja, stafi, edhe ata pak që fola unë sot në mëngjes presidentin e Ignatias, një dy antar të komitetit ekzekutiv dhe këta, ishin optimist dhe ata dhe gjendja e skuadrës mbrëmje sot ka qenë shumë e mirë. Tani, a mund ta japësh ti informacionin e mundshëm, Xhoda? Po shiko, informacioni i mundshëm pak a shumë dihet. Strakosha dihet, Hysaj dihet, Qifshiti dihet, Ajeti dihet. Tash do luaj aty mbrojtësi të më ndihmoj Bledi, Knalla, ai dhe Mitaj mund të luaj para tia për të bërë një çik pak më shumë siguri mbrojtjes dhe Mitaj ishte mjeshtër për të mbajtur çik topin qarkulluar dhe ndihmuar skuadrën. Aslani dihet, vazhdojmë aty do jetë Meteja, pastaj Hoxha, Laçi, Mehmeti, Broja dhe Jo, këtu ndalojmë çik tani. Ti me sfushën the Julian Sheu dhe Aslani janë të pazënësueshëm. Po, patjetër. Janë titullar. Tani, pjesa e sulmit tani për katër të tjerët kush do jenë? Shiko, për mendimin tim duhet të jetë Broja. Për arsye se edhe kjo gjendja ne do luajmë pak me kujdes, me shumë kujdes dhe me kundërsulm. Broja kjo duhet të jetë ndeshje Brojës.
Ta bëj si që ka bërë me unë. Thuaj edhe një herë këtë? Prit. Kjo është ndeshja e jetës së Brojës. Ndeshja e jetës së Brojës. Për Shqipërinë, për karrierën e tij, për skuadrën, po dhe për atë nivel psikologjik, taktik, teknik apo përgatitje fizike që ka. Broja sot e ka për të thënë përfundimisht të na kthej te ai Broja që duam ne, te ai Broja që kemi parë, sepse në ndeshjet e fundit nuk ka treguar. Po mos tregoj fare. Fare, normale dhe atë din të gjithë. Tani vim te Muçi. Okej Broja. Po Muçi? Muçi është në një formë të shkëlqyer për mua, është një lojtar shumë i mirë, por ka një gjë. Unë besoj verbalisht ke Silvinho, sepse ka shumë lojtarë që janë shumë të mirë me klubet, po kur shkojnë në kombëtare, jo se që dojnë, jo se nuk japë gjithë mira që duhet, por për shtatë jam në grupin, mbështetja me atë stiloje që bën kombëtarja, na njerë nuk u jep mundësinë që të tregojnë gjithë potencialin që ka, jo gjithë potencialin, por unë besoj që Broja pjesë e 2 do jetë formacion. Broja do jetë pjesë e 2 të formacion. Po Muçi? Për Muçin flet besoj. Për Muçin se tash Broja. Muçi pjesë e 2 të formacion. Edhe inshallah të dalim 0-0 pjesën e parë, ta bëjmë golin pjesën e dytë. Po Xhota, po mos shkoti se ndeshja mbaroi, çfarë shkonti në stadium tani? Po pse vetëm me një gol na lënë? Po edhe 2-1 s'është keq, po. Pyetje Bledi. Bledi jam atë të shënit, mjafton të kaloj vijun fatale. Gjysmë goli, vetëm kaloj vijun fatale. Nuk ka gol të bukur, gol të keq, domethënë gjithë golat janë. Bledi për ty. Xhota, ju e dini që ne bilancin me Poloninë nuk është se kemi pozitiv. E di, me zi fituar para 10 vjet. Unë mendoj që është ajo që thet ti që gjendja e skuadrës është e mirë dhe kjo ndoshta na jep atë që po të jetë skuadra e mirë nga ana psikologjike, nga ana ku e shikoni që gjendja e skuadrës është e mirë, domethënë si duken, janë të qetë, kanë besim, domethënë çfarë thot njerëzit afër kombëtarës për të? Nuk e di, ishte në Tiranti në Shërbiti apo këto ditë, se unë isha dhe deri 2 herë në seanca. Ka një entuziazëm, ka një besim, ka një përkushtim dhe kjo shprehet në gatishmërinë që kam për të dhënë maksimumin. Janë shumë të mobilizuar për qëndruar ke ndeshja si rrallë fort. Pra në kjo, edhe sportistët disa thoshin që kemi jo 2 muaj që s'vlëm, po çik më shumë se 2 muaj. Sa zë gjumi jemi të mobilizuar dhe duam ta thyejmë, duam bëhemi në botror. Bledi ti e kupton shumë mirë që lojtarët janë me të vërtet profesionistë dhe ata se kapin botrorin, vlera atyre të kartonit, nderi që i bën Shqipërisë, festa që i kthejnë Shqipërisë, madje kur fitojmë sot ne mendoj që Edi Rama për festën e betarës, edhe një ditë festë kombëtare shqiptare të futbollit. Si, thuaj edhe një herë se ti e di këto gjëra të bukura unë dua të thuan 2 herë. Si thuaj edhe një herë këtë fjalin? Se jam Edi Rama, duke qenë se bëri festë dhe për abetaren, ditë pushimi, le të bëj dhe të caktoj një ditë feste të kombëtarës shqiptare. Besoj që triumfat. Ma qënë kombëtarë. Xhota mos të kështur. Le ta lëm festën me 3 fëmijë kur të shkojnë botror. Jo, në fakt kjo është gjysmë festë, se nuk shkojmë direkt. Po mirë, le ta bëj këtë për të dhënë shansin. Si paradhënie. Jo, nëse kur ne të kualifikohemi, nuk e kam në nëse, ne të jemi gabuar, kur të kualifikohemi ne sot, të shpresojmë ke Ukraina të bëjnë një gjë që të luajmë në një shtet tjetër, të kemi gjysmën e stadiumit. Po jo si këtu në Poloni që nuk e di zoti Duka nëse duhet kishte bërë një gjë si sëvendës presidenti UEFA-s, duhet ta kishte bërë, po ishte e pamundur me polakët për të negociuar. Okej, Ilir për ty? Xhota, përshëndes njërë. A ka atmosferë shqiptare aty, e ke ndjerdi si... Po që te ka Shqipëria ku janë që te ka njeri motërstime dhe këta polakët me këto flamujt, me këto. E kam lavi me flamujt me këto... Shka, Ilir, ka një problem në Poloni. Edhe media ka bërë në vetë edhe tifozat të vete. Tifozat polak janë të paparashikueshëm, janë tifozat më të funshëm në Europë. Më të dhunshëm në Europë, po? Lega Vërshavës është skandaloze. Jo e di shumë mirë që sasia e pak të tifozave, ardhi atyre nga pozicionet të ndryshme, tani filloj. Në orën 10, nga ora 10-11 duket të shtrem një pikë takimi ku do grumbullohen të gjithë, një si fan zone, e lënë edhe nga Federata Polake, shpresoj që aty do jetë një festë e madhe që do shkojnë të gjithë
edhe do festoj. A mendon se ky optimizm është vetëm në radhë ekipit shqiptar dhe në krau tjetër është më inferior? Jo, shko, unë mendoj që është optimizëm realist që mbështetet ke profesionalizmi i skuadrës, nivelli i skuadrës dhe lojtarëve që kemi, bashkë me trajnerin, bashkë me presidentin, sepse si tha Silvino, kjo skuadër edhe ka crescendo, po shkëlqen skuadra, po shkëlqen unë, po shkëlqen dhe federata. Po gjithë jemi në një zbukurim, në një zhvillim normal. Mirë, ka crescendo, po ka dhe decrescendo? Shiko, pa një skuadër gjithmonë në fund fare, nëse me të dalim kampion bote, po Gjermania sfitoi kampionatin botëror europian në Gjermani se dha një penallti me të Kukuredu dhe nuk u bënami, në fund një fiton dhe në futbol, po ne themi të shtrim këmbët aq sa kemi organin, të shkojmë, të fitojmë këto ndeshje dhe për ne është fitore sikur kemi fituar kampionatin botror nëse shkojmë në botror. Jo, nëse shkojmë në botror, ne kemi fituar botrorin ton. Fituar pra, dhe kur e themi te Rolandi që është objektiv dhe nuk fluturon kështu shumë, e tha shumë bukur dhe në hyrje, duhet jemi kujdesshëm, nuk ka mundje mathi, se harrova të thoshe. Po? Vlerësimi i skuadrës polake nga stafi dhe nga skuadra, edhe pardje, edhe parporerë, dhe kështu, dhe Mitar Sakova, unë që nga Hasanin, që ke Ramadanin, pjesa e Parzanit, kuptohet, Dajsinan dhe këta, të gjithë ishin me këmbë në tokë, nuk ka asgjë për në të pesuar. Është një skuadrë që ka një Robert Lewandowski shumë madh. Pavarësisht të mungon portieri, pavarësisht të mungon... Tani Lewandowski do jetë sot informacion? Si i ketë informacionet? Besoj se po, sepse gjitha është kapitan skuadre, por që çdo gjë është e mundur. Po besoj se po, gjithsa e kthym skuadrën në këtë moshë, është në formë, është një goshtnues si po thyen rekorde të gjithanshme, kështu që do jetë. Por ka një problem kur është Lewandowski, shpeshherë Polonia çalon, janë ato lojtarët e mëdhenj fusin dhe për shaqe. Përqendrohet loja tek Lewandowski. Shumë e drejtë kjo. Bledi, do doja për pjesën, po themi, të skemave të lojës, Bledi, ta diskutojmë dhe me Xhodën. Shiko, për sa i përket skemave, në përgjithësi, unë du të rrikoj kjo pjesa e gazetarit dhe të flas më pak për skemat, por me sa duket, do jetë ajo skemë që ky trajneri do të luajë me atë 4 e mbrojtjes, me 2 lojtarë para mbrojtjes, si mund të jenë Julian Shehu dhe Laçi për shembull, apo ndoshta edhe Ramadani. Dhe pastaj do ketë një treshe përpara ofensive, e cila do ketë edhe detyra mbrapa. Pra ti mund të luash edhe me 4-3-3, edhe me 4-5-1, në varësi gjithmonë të situatës. Kështu që skema, ka një gjë që edhe polakët e vlerësonin mletit polake, që trajneri polonisë, faktikisht, Jan Urban, skuadra është e fortë, sepse kjo është skuadra që ka 3 vjet që luan pothuajse me të njëjtin formacion. Trajneri Silvino nuk është se bën shumë ndryshime, dhe